Përshëndetje shenja dashit, kjo është panorama e interpretimit mujor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria dhe puna. Në gjendjen tuaj personale kemi gjykimi, bota, faqa e shpatave, 9 shkopinjt. Muaji gusht për ju mund të shënoj një pikë kthese në mënyrën se si e shihni veten dhe drejtimin që dëshironi të ndiqni. Gjykimi tregon se mund të përballeni me një ndërgjegjësim të rëndësishëm, ndërsa bota sugjeron se ky proces mund t'ju ndihmojë të mbyllni një cikël që ka ndikuar ose po ndikon prej kohësh në jetën tuaj. Kartat tregojnë se pasi të lini pas atë që e ka përmbushur tashmë rolin e vet, mund të ndiheni më të lirë ose më të lira për të ecur përpara. Ky ndryshim nuk ju bën të veproni me nxitim. Përkundrazi, me faqen e shpatave tregon se mund të bëheni më vëzhgues ose më vëzhguese, më analitik ose më analitike, dhe më të kujdesshëm ose më të kujdesshme në mënyrën se si qaseni njerëzve dhe situatave të reja. Kjo qasje lidhet shumë bukur dhe natyrshëm edhe me kartën me 9 shkopinjt, që nënkupton se përvojat e fituara mund t'ju bëjnë më të fortë ose më të forta në mbrojtjen e asaj që ka vërtet rëndësi për ju. Gushti nuk nënkupton se është muaj betejash, por nënkupton se mund të jetë një muaj ku mund të kuptoni se jo çdo sfidë meriton energjinë tuaj dhe se ndonjëherë forca më e madhe qëndron te zgjedhja e kujdesshme e hapave që hidhni. Në tërësi, duket se sa më shumë të pranoni ndryshimin ose përfundimin, aq më lehtë do të ndërtoni etapën që vjen më pas. Kartat këshillojnë të besoni atë që keni mësuar nga përvojat. Kalojmë në familje. Në familje kemi kulla, kalorësi kupave, 5 shkopinjt, faqa e monedhave. Në sferën familjare, muaji mund të nisë me një zhvillim që ndryshon ekuilibrin e zakonshëm. Kulla nuk tregon me patjetër diçka negative, por shpesh sjell një situatë që nuk mund të injorohet më. Pra mund të dalin në sipërfaqe tema të lëna pezull ose të ndryshojnë rrethana që kërkojnë përshtatje nga të gjithë. Pas kësaj lëkundjes, kalorësi i kupave sjell një energji më të butë. Karta tregon se mund të ketë përpjekje për pajtim nga ana juaj ose nga persona të tjerë që mund të jenë partneri, partnerja ose antar familje, ku kërkohet mirëkuptim ose kërkohen biseda që ndihmojnë në uljen e tensioneve. Megjithatë, 5 shkopinjt tregon se jo çdo mos pajtim zgjidhet menjëherë. Mund të ketë mendime të ndryshme ose debate që lindin pikërisht sepse secili përpiqet të mbrojë kënd vështrimin e vet. Kjo nuk do të thotë se marrëdhëniet do psohen, përkundrazi. Në disa raste, këto përballje mund të ndihmojnë për të sqaruar çështje që kanë mbetur të paqarta. Muaji mbyllet me faqen e monedhave, e cila sjell një energji më praktike dhe më të qëndrueshme. Pra, mund të lindë një plan i ri, një lajm i mirë ose një mënyrë më e pjekur për të ndërtuar siguri brenda familjes. Në tërësi, unë do të thoja se edhe pse muaji nis me lëvizje të papritura, muaji duket se ka gjasa të përfundoj me më shumë stabilitet dhe bashkëpunim.
Kartat tregojnë se ndryshimet mund të bëhen baza e një ekuilibri më të fortë. Gjithashtu kartat këshillojnë të mos lejoni që emocionet e çastit t'ju largojnë nga zgjidhjet që ndërtojnë paqe afatgjatë. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi asi i kupave, ylli, djalli, 5 kupat. Në dashuri, gushti nis me energji premtuese. Asi i kupave tregon se zemra mund të hapet ndaj ndjenjave të reja ose të përjetojë një rifreskim emocional në një marrëdhënie ekzistuese për disa nga ju. Por për disa nga ju do të thoja se asi i kupave mund të shfaqet edhe si një njohje e re, ndërsa për të tjerët mund të shfaqet si rikthimi i afërsisë dhe dëshirës për të ndërtuar diçka më të thelluar. Kjo energji ushqehet nga ylli, i cili sjell shpresë, besim dhe ndjesinë se gjërat mund të marrin një drejtim më të mirë. Kartat tregojnë se ju mund të ndiheni më të hapur ose më të hapura për të besuar te dashuria ose për t'i dhënë një mundësi asaj që deri tani mund t'ju dukej e pasigurt. Megjithatë, mesi i muajit kërkon më shumë vëmendje, sepse djalli mund të tregojë tërheqje shumë të forta, varësi emocionale, xhelozi ose situata ku pasioni rrezikon të errësojë arsyen. Pikërisht për këtë arsye, karta e fundit me 5 kupat ju thot të mos lejoni që zgjedhjet e momentit të kthehen në keqardhje më pas. Për disa nga ju, 5 kupat mund të tregojnë zhgënjim, pikëllim, faj, pendim, ndërsa për të tjerët mund të nënkuptojë nevojën për të mos u përqendruar vetëm tek ajo që nuk funksionon. Sepse edhe kur diçka nuk zhvillohet sipas pritshmërive tuaja, kartat tregojnë se jeta vazhdon dhe duhet të ecni përpara me kokën lart. Në tërësi, dashuria duket se kalon nga shpresa dhe hapja emocionale te një provë që kërkon maturi. Unë do të thoja që të dalloni ndjenjat e sinqerta nga emocionet që mund t'ju çojnë në zgjedhje të nxituara dhe për disa nga ju edhe në zgjedhje të gabuara, sepse bota gëlon nga njerëz që janë mashtrues patologjik. Kartat këshillojnë të mos lejoni që pasioni i çastit t'ju largoj nga ajo që ka vërtet vlerë për ju. Kalojmë në punë. Në punë kemi 5 monedhat, 3 shpatat, dielli, 3 kupat. Në aspektin profesional, muaji gusht mund të nisë me një ndjenjë pasigurie ose pakënaqësie. 5 monedhat tregon se mund të ndjeni mungesë mbështetjeje, vështirësi financiare ose përshtypjen se përpjekjet tuaja nuk po vlerësohen sa duhet. Kjo energji lidhet gjithashtu edhe me 3 shpatat, e cila mund të sjellë një zhgënjim, një lajm që nuk përputhet me pritshmëritë ose një situatë që ju detyron të shihni më qartë realitetin profesional. Megjithatë, kartat nuk tregojnë se kjo periudhë zgjat shumë, sepse pas këtyre sfidave, energjia ndryshon ndjeshëm me diellin, pra mund të rikthehet sërish besimi në aftësitë tuaja, të merrni vlerësim për punën e bërë ose të hapen mundësi që ju bëjnë të ndiheni
më optimist ose më optimiste për të ardhmen tuaj. Për disa nga ju, kjo kartë mund të tregoj edhe një arritje të rëndësishme ose ndonjë sukses që vjen pas një periudhe të vështirë. Muaji mbyllet me 3 kupat, e cila flet për bashkëpunim, flet për mbështetje, flet për atmosferë më pozitive. Kartat tregojnë se një projekt i përbashkët, ose një sukses i ndarë me të tjerët, ose një arsye për të festuar, mund të bëhet pjesë e kësaj periudhe. Në tërësi, edhe pse gushti mund të nisë me pengesa ose me zhgënjime, rrjedha e kartave tregon një kthes të fortë drejt përmirësimit. Sfidat e fillimit kanë gjasa t'ju çojnë drejt rezultateve që ju rikthejnë sërish besimin dhe motivimin. Kartat këshillojnë të mos e gjykoni fundin e rrugës nga vështirësitë e fillimit. Sfida e muajit për ju është karta kujdesi. Kujdesi ju këshillon të mos merrni vendime të nxituara vetëm sepse emocionet janë të forta. Unë do të thoja se maturia dhe durimi mund t'ju ndihmojnë të dalloni momentin e duhur për të vepruar. Bekimi i muajit për ju është karta sfidat. Sfidat ju këshillojnë se rritja shpesh lind pikërisht nga pengesat. Ajo që ju vë në provë këtë muaj mund të bëhet pikërisht arsyeja që ju të arrini fitore në veten tuaj. Pace.